Kjo që shihni pas meje është ajo që dikur konsiderohej si një nga zonat më të frekuentuara për pushim dhe rekreacion për qytetarët, ndërsa tani kjo hapësirë është lënë pas dore dhe nën rënoja. Liçeni i Treskës është tharë jo vetëm nga mungesa e investimeve, por edhe nga mospërgjegjësia. Ky vend turistik që dikur ka grumbulluar shumë njerëz, sot është lënë në hares, një kontrast krahasuar me kohë më parë kur në një ditë janë shitur me 10 mijëra bileta për të hyrë në këtë kompleks turistik, ku ky liçen, sipas të dhënave zyrtare, e kishte kapacitetin për 10.000 notues, ndërsa tani të vetmit vizitor janë krijesat që e kanë gjetur qetësinë larg zhurmës së dikurshme. Një hapësirë që dikur ishte simboli pushimit dhe argëtimit, liçeni i Treskës, edhe sot për vite me radhë vazhdon të mbetet jashtë vëmendjes. Kujtojmë se liçeni i Treskës u ndërtua me vetë kontributin e banorëve të Shkupit në vitin 1978. Deri në vitin 1990, ky vend ishte atraksion për banorët e Shkupit. Në vitin 1998, për shkak të ndotjes së ujit, në liçen u ndalua larja dhe që prej asaj kohe filloi degradimi i tij. Në vitin 2013, liçeni i Treskës u dorëzua komunës së Sarajit dhe deri tani të gjithë kryetarët e kësaj komune premtuan se këtë kompleks do ta vendosin përsëri në funksion, se do të ketë investime të mëdha, hotele, restorante dhe se këtij liçeni do t'i kthehet shkëlqimi i dikurshëm. Por kjo nuk ndodhi kurrë. Ndërkaq, tani nga komuna e Sarajit thonë se nuk kanë ingerenca për këtë zonë, duke e kaluar përgjegjësinë tek institucionet qendrore. Ndërsa kurreshtja për të gjithë mbetet se çfarë po ndodh me këtë zonë dhe a ka shpresë për ringjallje.